Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë përfundoi hetimet dhe ka dërguar në gjyq 5 persona shtetas të Kosovës për veprën penale kontrabanda me mallra të licencuara në bashkëpunim. Shtetasit Altin Maqastena, Bekim Zenuni, Andi Grabanica, Ardian Ismaili dhe Ferhat Zenuni në dhjetor të vitit 2024 mbërritën nga Stambolli në Shqipëri në aeroportin e Rinasit me 300.000 euro kesh dhe 14 valixhe me medikamente. Pas njoftimin nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nga kontrolli fizik I tyre u konstatua vlera prej 300.000 eurosh, ndërkohë që pas mbërritjes së bagazheve nga doganierët e doganës së Rinas, grupi antikontrabandës, antitrafiku dhe policia e Rinasit, u konstatuan 14 valixhe me 1.057.840 medikamente me mbishkrimin Unified me peshë totale 417.1 kg, të cilët u sekuestruan së bashku me vlerën monetare të padeklaruar. Nga hetimet e prokurorisë rezultoi e provuar kryerja e kontrabandës me mallra të licencuar, të paautorizuar në Republikën e Shqipërisë. Prokuroria rriti në përfundimin se vepra penale është kryer në bashkëpunim nga të 5 personat e arrestuar.